Emocionet janë të amplifikuara dhe çdo gjest transmetohet, shpesh banorët veprojnë pa menduar për pasojat. Megjithatë, ky episod tregoi se edhe brenda një loje ku intimiteti shpesh përdoret si pjesë e strategjisë apo argëtimit, kufit personal mbeten thelbësor. Publiku jashtë reagoi fuqishëm. Debati u zhvendos në rrjetet sociale, ku u diskutuan mbi përqimin, respektin dhe mënyrën si trajtohen marrëdhëniet në reality show. Disa e panë reagimin e Selinit si të drejtë dhe të guximshëm. Të tjerë menduan se situata ishte e egzageruar. Por në thelb, episodi hapi një diskutim të rëndësishëm mbi komunikimin dhe ndjeshmërinë në raportet mes dy personave. Në fund, momenti mes Gimbos dhe Selinit u bë një nga skenat më të përfolura të sezonit, jo vetëm për dramën që krijoi, por sepse preku një temë universale, rëndësinë e pëlqimit dhe të ndjeshmërisë në çdo afrimitet. Në një shtëpi ku gjithçka shihet dhe komentohet, çdo gjest merr peshë më të madhe dhe çdo reagim bëhet pjesë e një narrative më të gjerë që shkon përtej lojës.